Bashkia e Bulqizës në bashkëpunim me organizatën e veteranëve të Lançit Bulqiz përkujtoi këtë të diel më 3 gusht 83 vjetorin e shlirimit të Zërçanit. Në aktivitetin e zhvilluar në Zërçan morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, veteran, banor të zonës dhe të ftuar. Fjalën përshëndetëse e mbajti kryetaria e Bashkisë Bulqiz, Festime Mjeshtri, e cila vlerësoi sakrificën dhe kontributin e të gjithë atyre që luftuan për lirinë dhe pavarësinë e vendit, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike. Të dashur banor të Zërçanit, të nderuar veteranët, familjarë të dëshmorëve, historianë dhe të ftuar. 3 gushti na sjell ndërmend sakrificat, guximin, përkushtimin dhe angazhimin e të gjithë atyre burrave dhe grave që luftuan për lirinë e vendit. Zërçani është një zonë me vlera dhe tradita historike, me njerëz të mirë dhe abdetar. Ne si pushtet vendor, na del për detyrë të punojmë më shumë për një Zërçan më të zhvilluar dhe për më shumë mundësi për banorët e kësaj zone. Gëzuar 3 gushtin dhe 83 vjetorin e shlirimit të Zërçanit. Kalofshi bukur sot. Faleminderit. Kryetari i organizatës së veteranëve të Lançit Bulqiz, Xheva Tjella, solli në vëmendje ngjarjet historike të 3 gushtit 1943 dhe luftën shlirimtare të zhvilluar në Zërçan. Nacional Shlirimtare të Bashkisë Bulqiz juroj gëzuar 83 vjetorin e shlirimit të Zërçanit nga pushtuesit fashist. Ditën e 7 prillit 39, që është zbarkimi i ushtrisë fashiste të Italisë në Durrës, populli ynë e priti me pushk. Bashkë me Muja Ulqinakun, ranë dëshmorët e parë Isak Metalia nga Strikçani, Ramadan Veliur nga Omezhi e Ram Osmani nga Blaca. Shumë shpejt filloi rezistenca e armatosur, në fillim me njësitë gujrile, më pas u formuan shetat partizane. U formua sheta e parë partizane me 20 qershor të 42-shit në Zogje me komandant Haxhilleshin. Aksionet luftarake të kësaj shete ngjallën shpresë të popull për të vazhduar luftën kundër pushtuesit. Kështu, burrat e Grykës së Madhe e të Bulqizës me 15 shkurt të 1943-shit formuan shetën partizane në Sopot me komandant Lym Zenelin. Dhe kjo shetë u quhet Sheta Partizane e Grykës së Madhe. Të pranishmit i përshëndeti edhe ish-ministri i Arsimit Tefta Cami, e cila vlerësoi rëndësinë historike të kësaj date dhe sakrificën e banorëve të zonës në luftën antifashiste nacional shlirimtare. Ju përshëndes të gjithë të pranishërve në këtë fest shumë të veçantë të përvjetorit të çlirimit të Zërçanit. Përshëndes veçanërisht kryetaren e bashkisë që ka kujdes të veçantë për të vlerësuar luftën antifashiste nacional shërimtare dhe Komitetin e Veteranëve që interesohet për përkujtimin e kësaj dite të shënuar. Në këtë rast do të flas se si u çlirua Zërçani. Çetat partizane të batalionit të Dibrës ishin të vendosura me datën 2 në Sopot, me komandant të batalionit Haxhilleshi. Haxhilleshi thot, do sulmojnë për çlirimin e Zërçanit. Babai im, Ahmet Cami, thot, jo, nuk do bëjmë luftë o kushëri, sepse zëvendës prefekti, Periazit Përvizi, si zëvendës prefekt, ka dhënë dorëheqjen edhe më ka dhënë çelësat. Edhe komandanti i ushtrisë, që e kam shok, ka shpërnda ushtrinë, edhe është, nuk kemi më këtë luftojmë me popullin. Atëherë thonë, futen me 3 gusht në
Zërqan pritën nga gjithë populli me duar trokitje e lule. Kjo quhet festa e çlirimit të Zërçanit. Banorët pjesëmarrës u shprehën se Tregushti është një datë krenarie jo vetëm për Zërçanin, por edhe për të gjithë qarkun e Dibrës. Festa i kushtohet çlirimit të krahinës së Zërçanit me datë 3 gusht 1943. Forcat partizane në këtë datë shtiruan Zërçanin nga fashistët italianë. Edhe unë si mësues veteran kam ardhur për të festuar bashkë me shokët festën e Zërçanit. Është krenari që pjesëmarrja diçka më e mirë se vitet e kaluara dhe njerëzit po i afrojnë gjithmonë më tepër kësaj date. Është liruar Zërçani me 3 gusht. Festa e çlirimit të Zërçanit pra, dhe jo vetëm që është liruar Zërçani, por ka bë edhe emër batalioni partizan që luftoi për çlirimin e Zërçanit. Dhe personat që kanë marrë pjesë në çlirimin e Zërçanit nuk jetojnë dot sot e kësaj dite, sepse kanë ndruar jetë, por nga të dëgjuar e kemi që është der gjak për çlirimin e Zërçanit. Tregushti është datë historike për krahinën dhe për qarkun e Dibrës. Tregushti festohet për herë të parë me krenari me 3 gusht 25. Në fakt, krahina është liruar me 3 gusht 23. Por me 3 gusht 25, ishtë nën prefekti atëshëm Musa Lala, organizoi këtë festë në këtë vend ku jemi sot. Nën prefekti atëshëm Musa Lala. Aktiviteti u shoqërua me interpretime artistike nga nxënësit e shkollave të njësisë administrative Zërçan, si edhe me një koncert të këngëtarit të ftuar Dritan Jashari.